Të dashur delegat, të dashur njerëz të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jemi mbledhur sot në këtë kuvend sepse kështu e kërkon përgjegjësia, sepse kështu e kërkon Lidhja Demokratike e Kosovës. Ky kuvend nuk më është mbledhur, e kam thirrur dhe mbledhur vetë. Nuk kam pritur as bëhet zhurma, e cila do të bëjë gjithsesi, e as të jepën ultimatumet, cila do të bëshin dhe u bën gjithsesi. E kam parlemruar kuvendin që në natën e zgjedhjeve si një obligim moral, që ja kam drejtësimin, antarësisë unë dhe historisë së kësaj partie. Dhe akti i parë i këtij obligimi moral është ballafaqimi. Ballafaqimi me rezultatin, me pritjet, me zhgënimin, me antarësinë, me vetveten, mbi të gjitha me të ardhmen tonë. Prandaj sot më lejoni t'ju drejtohem me ndershmëri dhe me përgjegjësi të plotë. T'ju flas pa atë mburoj politike që rëndom vjen me petkun e kryetarit të 4 të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një petk që duhet të hapur është shumë më i rëndë e shumë më pesh se sa mund ta imagjinojmë e lakmojmë nga jashtë. Lejoni t'ju flas si kryetari juaj i 5 viteve të fundit, por edhe si Lumer, bashkëveprimtari juaj, njëri prej 355 delegatëve të kësaj shtëpie. Sepse për atë sa kam mësuar këto 5 vite prirje, kësaj shtëpie të madhe demokracisë, një e vërtet më është bërë e qartë për të ushtruar drejt të parin, shpeshher duhesh ta dish ta ndalesh të dytit. Por sot, duke ushtruar të parin, kam ndjerë nevojën të jap hapësirë dhe zërit njeriut, dytit. Jo për të folur për veten, por për të folur me plot sinqeritet. Jo pra si procedurë e zakonshme, por si reflektim i thellë mbi gjendjen tonë dhe mbi shtëpinë tonë. Fundja, Lidhja Demokratike e Kosovës ka kaluar shumë kohë duke dhënë përgjigje historisë, tani është koha t'ia përgjigje vetes. Dhe në këtë dhënie të përgjigjes, dua të flas si një njeri që ka kaluar ditë rëndane të vështira, me mendime që zakonisht nuk ndahen lehtë. Mendime që mbahen brenda sepse përgjegjësia shpesh e kërkon heshtjen. Dhe heshtja në jetën politike është, më besoni, barë rënd. E pa drejt ndonjëherë, por e domosdoshme për ta ruajtur tërësinë. Ruajtja e kësaj tërësisë, njeriu e kupton se ka momente kur duhet të ndalet. Jo sepse është i dobët, por sepse është i ndershëm me veten dhe me ata që ja kanë dhënë besimin. Kjo ndalesë rrallë herë vjen nga fitoria. Fitore, siç e dini, zakonisht nuk lën as të festosh. Ajo vjen nga humbja, kur mbetesh vetë, nga zhgënimi, nga pritje që nuk u përmbushën dhe nga pyetjet që nuk të lën të qetë. Nata e zgjedhjeve ishte një prej atyre momenteve. Për mua dhe për ju, ajo natë nuk ishte vetëm një rezultat politik, ishte një pasqyrë. Një pasqyrë ku pash përpjekje, mundi, sakrificën e shumë njerëzve të mirë, 5 viteve të fundit, teksa shembeshin para syve tanë dhe njëkohësisht pash se sa e vështirë është të mbash bisupe pritjet e një partie që ka histori, që ka plak, që ka krenari dhe mbi gjitha që ka shpresë. Në ato momente, njeriu i ka 2 rrugë. Ose të mbyllet në vetvete dhe të kërkojë arsye, fajtor e justifikime e më pas shpërthej dhe më besoni po të donte do t'i gjente lehtë, ose dal para njerëzve vetë dhe të pranoj se politika nuk është gjithmonë e drejtë. Se përpjekja nuk shpërblehet gjithmonë me njëherë dhe se pavarësisht të gjithave, përgjegjësia nuk ndahet në askënd, përgjegjësia merret.